vetëm sonte ren dhe pse rruga ty të trem. Spektakli Albania's Got Talent ka hyrë tashmë në fazën vendimtare. Pas 2 puntatave të jashtëzakonshme ku talentet e përzgjedhur nga juria gjatë audicioneve sollën interpretime befasuese, sot pritet një tjetër mbrëmje magjike. Grupi Toxic Record dhe Alba Folk u bën 2 finalistët e radhës që ju bashkuan konkurrentëve për në finalen e madhe të spektaklit. Por cilët do të jenë 2 talentet e radhës që do të bindin jurim për të bërë pjesë e finales këtë mbrëmje? Këto përzgjedhje mbeten sigurisht sfiduese, por Agron Llakajn, Adelina Ismailin, Elsa Lilën dhe Castro Zizon pasi do të duhet që të përzgjedhin mes më të mirëve. Edhe kjo gjysmëfinale e tretë premton emocione të bukura, surpriza dhe performanca që vetëm spektakli Albania's Got Talent di të dhurojë. Ky prodhim i Vision Plus vijon të mbetet spektakli i rekordeve televizive, ku në qendër të saj mbetet sigurisht talenti. Alba Folk. Rrethi sa vjen dhe ngushtohet, ndaj për të zbuluar se cilët do të jenë 4 finalistët e fundit, Albania's Got Talent ju fton sonte në mbrëmje në orën 21, vetëm në ekranin e Vision Plus.